Departamenti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Qytetar organizoi sot një sesion bashkëbisedimi mbi rolin e punonjësit social në shëndetësi, një nismë me frymëzuar dhe drejtuar nga pedagogja Sabina Belshaku. Rreth 100 maturant nga gjimnazet e qytetit u njohën me profesionin e punës sociale për vojat dhe mundësitë që ai ofron. Drejtoresha e departamentit profesoresh Alisa Biçoku theksoi rëndësinë e punës sociale në shëndetësi dhe vlerën e modeleve pozitive përmes ish studentëve që sot kontribuojnë në sektor të ndryshëm të shëndetësisë. Ky takim ka një vlerë të dyfishtë. Nga njëra anë është një moment i rëndësishëm për të analizuar zhvillimet në këtë fushë kaq të ndjeshme e humane dhe nga ana tjetër është një moment krenarie, sepse të gjithë punonjësit sociale që neve kemi të ftuar sot kanë qenë studentët të departamentit tonë. E pranishme në këtë aktivitet, drejtoresha e qendrës spitalore të Elbasanit Zonja Zheni Gjergji përgëzoi nisma të tilla frutëdhënëse dhe vlerësoi bashkëpunimin mes institucionit shëndetësor dhe universitetit. Unë besoj që ky është një hap parë i rëndësishëm dhe frutëdhënës që ne të vazhdojmë të kemi bashkëpunime të tjera për ta bërë Elbasanin fakt të marrë atë vendin që meriton në gjithë arenën e zhvillimeve të Shqipërisë. Ndërsa dëshmia prekse e zonjës Natasha Hoxha, e mbijetuar nga tumori i gjirit, u kthye në një shembull force dhe shprese, duke përcjellë mesazhin e diagnostifikimit të hershëm dhe rëndësisë së mbështetjes psikosociale. Ju bëj fidje, ju them të gjithëve, bëni mamografi, bëni ekzaminime të kohën e dyr. Se një ditë më përpara mund të gëzosh një vit më shumë.